pati pasion prej vogël e tash e ka profesion. Madje pëlqet shumë nga audienca për punimet e tij unike. Bëhet fjalë për Edis Kadia, në Zoom ka udhëtuar drejt studios së tij në Shkodër e ju sjell një rrëfim ekskluziv mbi karrierën dhe veprat. Në periudhën e fëmijërisë, diku te 10 vjeçare, që aty kam pasur pasionin që ta zhvilloj në lidhje me skulpturën, edhe me pikturën, me vizatimin, siç janë për gjithë fëmijët që fillohet në këtë rrugë një herë. Pastaj duke u zhvillu, kam arrit me kuptu që skulptura është më tepër ajo që më jep kënaqësi për rrugtimin tim në jetë, edhe kam zhvillu gjithmonë më tepër. Por cili ka qenë punimi i parë që e di se e ka shitur? Tani për momentin tu më ke zënë pak kështu të pa përgatitur, por besoj se kanë qenë në moshë shumë të hershme, kanë qenë disa relieve për pjacën e Shkodrës, për këto monumentet e kulturës që kam bërë, domethënë, edhe i kam shit për këto të suvenireve atë periudhë. Me sa më kujtohet, kjo ka qenë e para. Pa e fundit? Tani e fundit është një ndër trendet e reja që po zhvillohen, që edhe unë nuk kam qenë shumë i përgatitur, po zhvillohet jo pjesa e skulpturës, që ose unë jam marrë me ceramiken, drejtësisht tani jam rikthy edhe herë te ajo pjesa jame që më pëlqen më tepër, që do të thonë nuk më është nda gjithë jetën, po janë skulptura për shembull për këto shtëpiat e luksit, hotele interioreve të ndryshme që janë relieve me portrete që më thonë krijojnë satisfaksione në arkitekturën moderne. A ka dedikuar Edisi ndonjë punim? Edhe këtu nuk e kisha të menduar me këtë gjë, por kam pas disa, por faktikisht më tepër kanë qenë ndoshta në te pjesa pikturë, sepse duke qenë se jam marrë shumë edhe me pikturën, një periudhë kohe. A sa ke dedikuar askujt ndonjë portret? Po, ja kam dediku këtu, po thosha, më thënë, ka pas momente që kam dediku portrete, më thënë, për shembull të fejuarës që jam aktualisht në të, më thënë, ka disa vite, por që, më thënë, ajo më ka marrë kohë, sepse kam dashur me përsos. A ke arrit me përsos edhe a është halo, ekziston? Po, ekziston, por nuk e kam për momentin, më thënë, sepse i kam bërë dhurat edhe. Po, me këtë e kam menduar dhe mendoj shumë shpesh, por duke qenë se skulptura ka shumë fish më tepër se për shembull piktura ose forma tjerave të artit, sepse kemi të bëjmë me materiale të rënda, edhe koncepti do jetë gjithmonë shumë i zhvilluar edhe duhet ketë një renditje kronologjike se si ti ke arrit pra nga një stil, ke kalu në një stil tjetër, edhe për momentin unë e kam një ide, por besoj se duhen disa vite që unë ta përmbyll edhe ta filloj një proces, më thënë, ku nuk do ketë ndalesa, por që do jetë, më thënë, me atë qëllim përfundimtar, që do jetë një ekspozitë. Skulptura ka qenë dhe është një prej formave më të rëndësishme të shprehjes artistike. Nuk është thjesht një formë zbukurimi apo një objekt i qëndrueshëm në hapësirë. Është mjaft për të më treguar ndjenjat, për të përquar mesazhe dhe për të ruajtur kujtesën kolektive të njerëzve. Roli i saj është i gjerë dhe prek aspekte të shumta të jetës, artistike, kulturore dhe shoqërore. Në radhë të parë, skulptura ka një rëndësi të veçantë si formë arte. Artistët e përdorin atë për të dhënë formë ideve dhe emocioneve të tyre, duke i shndruar në objekte të prekshme e vizuale. E për këtë temë Edisi thekson se rëndësi ka të jesh i pranishëm duke dhënë kontributin. Këtu na lind pyetja se ka pas oferta ky artist të depërtoj jashtë kufinjëve shqiptar. Po, kam pas oferta të tilla, sepse më thonë, vetë zanati jam, më thonë, ka shumë fusha ku unë mund të aplikoj aftësinë time për shembull. Kam pas për Gjermani, për Itali, për vende të ndryshme se tani s'm kujtohen gjitha, por ideja është se mu nuk jam ditë, ndoshta edhe jemi rritu dhe kemi këtë pjesën e rehatis, po themi, që
jemi mësu kështu me këtë rahatin tonë që e dojmë, edhe pse mund të punojmë shumë, po një kafe mund ta pim, mund ta konsumojmë me shoqëri, kemi këto diskutimet tona mes artistave, që për shembull jashtë shtetit mund të jenë vetëm puna edhe nuk ke mundësi ku ti të shprehesh ose ku të ndihesh mirë. Edhe më thonë në këtë aspekt e kam lënë të çmimet e majme sepse e kam pa më me vlerë që mund të jetohet mirë, por jo shumë mirë ndoshta, por ama kam aspektin tim ku ndihem, si thonë, me shoqërinë, me familjen, jam shumë i plotësuar.